Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë ani spec djegës, por askush nuk e di se çfarë i shkakton në zemrës ruaj. Të hani ushqime pikante ose të shoqërosh ushqimin me speca djegës është shumë e mirë për zemrën. Ajo ka gjithashtu shumë përfitime të dobishme që janë të dukshme në efektet e mira të sistemit tuaj kardiovaskular. Në një studim të bërë nga shkencëtarët e Universitetit të Hong Kong, të udhëhequr nga Dr. Zhen Yuchen, ishte gjithashtu e mundur të vëzhgohet edhe si kapsaicidet, substancat e specave reduktojnë nivelin e kolesterolit të përgjithshëm në gjak, veçanërisht kolesterolit LDL ose të keq dhe zgjerimin e depozitave në enët e gjakut. Një përfitim përfundimtar është se aktiviteti përfitues që ushtrohet në enët e gjakut që rrethojnë muskujt i lejon kësaj të fundit të qetësohet dhe të zgjerohet dhe të favorizojë qarkullimin e gjakut. Ulëmtimi ynë ka forcuar dhe zgjeruar njohuritë se si këto substanca të specit djegës punojnë për të përmirësuar shëndetin e zemrës, shpjegon Zhen Yuchen. Tani kemi një pasqyrë më të mirë të qartë, më të detajuar gjithashtu të efekteve të tyre mbi gjenin e imunitetit dhe mekanizmat e tjerë që identifikojnë kolesterolin në enët e gjakut dhe gjithashtu ndikojnë te përmirësimi i shëndetit të zemrës. Te specat e kuq djegës gjenden një sasi e madhe e kapsaicideve, flavonoideve, vajrave esencial, karotenoideve, celulozës, kalciumit dhe ekurit. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është një burim shumë i mirë i frutave ose perimeve të tjera, ndërsa gjenden edhe sasi të konsiderueshme të vitaminës A, K dhe B. Jo më kot studimet kanë nisur ta quajnë atë ari kuq i tavolinës. Shumë njerëz pohojnë se nuk mund të hanë speca djegës sepse ndjejnë djegje në stomak. As pak e vërtet. Madje në shumë kultura është të përhapur tradita popullore e çajit për tretjen e ushqimit, i bërë me kamomilë të ngrohtë, një lugë çaji spec djegës pluhur dhe një lugë mjaltë si ëmbëlsues. Po ashtu shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante për shkak të pasojave të hemoroideve, gjë që ull poshtë në shekullin e 19. Speca djegës janë kryesisht të këshillueshëm në receta parandaluese të infarktit dhe sëmundjeve kardiovaskulare, edhe pse përdorimi i vazhdueshëm i tij ul nivelin e kolesterolit në gjak, ndihmon zemrën dhe ndihmon punën e arterieve dhe gjakut. Farat e specit djegës përmbajnë acide që eliminojnë arteriet e kolesterolit të tepërt dhe trigliceridet. Kapsaicina vepron edhe te metabolizimi i yndyrnave duke përshpejtuar dhe penguar akumulimin e tyre. Një studim i fundit nga Chinese University i Hong Kongut e konfirmoi plotësisht këtë. Konfirmimet tregojnë se grupi që ushqye me speca djegës kishte nivele më të ulta të kolesterolit të keq në gjak. U vërtetua se kapsaicin ka efekte pozitive edhe te personat e prekur nga diabeti, sepse përmirëson aktivitetin e insulinës për të pasur një efekt mbrojtës në nivelin kardiovaskular dhe është e nevojshme të konsumohen sasi të mëdha, por të konsumohen në mënyrë të vazhdueshme dhe të moderuar. Studimi në vetvete me sëmundje të ndryshme ka treguar se speca djegës mund të ofrojnë shumë përfitime. Disa bazohen në teorinë që këto element duhet të riekuilibrojnë metabolizmin, gjë që janë gjetur edhe në parandalimin e qelizave të dëmshme. Kohët e fundit kërkuesit e Southern Science Medicine Center në Los Angeles, SBA, kanë studiuar efektin e kapsaicinës në laborator dhe kanë mundur të tregojnë se ky princip aktiv ndihmon në parandalimin e shumë llojeve të dëmshme të bakterieve, sidomos atyre të prostatës, atyre të mushkërive dhe zorës së trashë. Në Kinë, speci i kuq djegës përdoret normalisht kundër depresionit. Edhe në Indi thuhet se speci i kuq djegës stimulon shpirtin dhe pastron gjakun. E në të vërtetë është vërtetuar se ndikon pozitivisht te humori, kështu edhe tek depresioni. Me specin e kuq djegës mundesh edhe të dobësohesh. Për këtë janë të bindur profesorët Henry dhe Emery, që në revistën shkencore Human Nutrition kanë publikuar një studim me titullin Efektet e ushqimeve pikante mbi metabolizmin. Në një përfundim të tillë ka arritur edhe një grup kërkuesish i Universitetit të Tasmanisë. Sipas këtyre studiuesve, kapsaicina që përmban speci djegës ul konsumin e kalorive deri në 15%. Kështu, nëse një pjatë me makarona zakonisht ka 30 deri në 350 kalori, nëse shtohen speca djegës, kjo shifër shkon në 300 kalori dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj.
Shumë njerëz pohojnë se specat e kuq djegës janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, por nëse i konsumoni me moderim, ato do të ofrojnë edhe shumë vlera të shtuara për organizmin. Specat e kuq djegës përdoren në mjekësi moderne në rend të parë për zbutjen e dhimbjeve të personave që vuajnë nga artriti dhe diabeti. Speci është i pasur me vitaminën C, e cila mbron nga infeksionet. Gjithashtu dhe speci gjenden sasi të madhe të vitaminës C, të cilat ja atribojnë edhe vetit afrodiziake që bëjnë të mundur përmirësimin e funksioneve tuaja. Por përtej shijes pikante, speci ka një sër funksionesh terapeutike të cilat jo të gjithë i njohin. Ajo mbron zemrën tuaj. Speca djegës mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, zvogëlojnë rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjes në tru dhe reduktojnë ndikime negative të kolesterolit të keq. Ato ulin edhe presionin e gjakut. Është provuar shkencërisht se speca djegës ulin presionin e gjakut dhe relaksojnë enët e gjakut. Studimet kanë treguar se kapsaicin në speca djegës largon qelizat e dëmshme dhe kjo perime dhe erëzë njëkohësisht ndihmon në luftën kundër ftohjes dhe ndalon trashjen. Ka veti të mira antiinflamatore. Speci ka veti antiinflamatore, madje rekomandohet në rastin e kollës. Ai lehtëson dhimbjet reumatizmale. Për këtë mjafton zbutja e tij për një farë kohe në një sasi alkooli dhe aplikimi në vendin ku ndjeni shqetësimin. Ai ndihmon gjithashtu në humbjen e peshës. Përveç kësaj, ushqimet me erëza të çojnë në një reduktim të peshës trupore. Shija pikante e specit i detyrohet kapsaicines, e cila gjithashtu favorizon tretjen, ndihmon trupin të djegë më shumë kalori. Çliron nga zemërimi. Ushqimet pikante stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon që i bën njerëzit të ndihen mirë. Prandaj është e dobishme në luftën kundër depresionit. Speci nuk këshillohet të konsumohet nga ata që vuajnë nga patologji si ulcera, problemet gastroenteritet, cistet, hepatitet, hemoroidet e të tjera. Për të vegjëlit nën 13 vjeç, konsumi duhet jetë i kufizuar pasi aparati i tyre tretës është delikat. Gjithashtu, për të shmangur shqetësimet në sasi të kufizuara duhet të përdoret edhe nga gra shtatzane dhe ato që ushqejnë fëmijën me gji. Më mirë, përpara këtyre rasteve duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përkatës. Specat e kuq djegës mund të ofrojnë shumë përfitime për organizmin. Kështu, konsumi i tyre me moderim mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për një sër problemesh. Një studim i Cleveland Clinic në Shtetet e Bashkuara pretendon se njerëzit që konsumojnë rregullisht speca djegës kanë 23 deri në 26% më pak rrezik të humbasin jetën në mënyrë të parakohshme nga probleme të ndryshme dhe sëmundje të zemrës. Sipas këtij studimi, njerëzit që hanin speca djegës janë gjithashtu 25% më pak të rrezikuar nga humbja e jetës së parakohshme nga sëmundje të tjera. Gjetjet u bazuar në të dhënat e mbi 570.000 njerëzve në Shtetet e Bashkuara, Itali, Kinë dhe Iran. Sipas ekspertëve, ky efekt i specave djegës i atribuohet kapsaicinës, që jep specit djegjen. Kapsaicina shërben si një antioksidant i fuqishëm që lufton inflamacionin dhe shkatërron kështu edhe mikrobet. Kjo e bën atë tepër të çmuar në luftën kundër problemeve, sëmundjeve të zemrës dhe obezitetit. Kapsaicina ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret edhe nga industria farmaceutike për kremra dhe tretësira kundër artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i specave të kuq djegës ul tensionin e gjakut, kolesterolin dhe pengon trombozën. Pavarësisht gjetjeve premtuese, ekspertët rekomandojnë kryerjen e testeve klinike për të përcaktuar sasinë, formën, frekuencën e konsumit dhe llojin e specit që duhet të konsumoni për të marrë prej tij të gjitha këto përfitime. Veç të tjerash, në studim theksohet se konsumi i ushqimeve me nivel të lartë kapsaicine mund jetë acarues për gojën, stomakun dhe zorrët, ndaj nuk duhet ta tepëroni me konsumin e tyre. Ky acarim mund të shkaktojë të vjella, diarre, nuhatje dhe probleme të tjera të kollës, vështirësi të frymëmarrjes, lotë të përzjera, madje dhe verbëri të përkohshme. Ndaj tregoni gjithmonë të kujdesshëm me sasinë e konsumuar. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.